Christopher La Civita. Chris La Civita, po? Se e ka gjatë Christopher, si ka qenë kontributi ti? Se dakord, strategu i fushatës së Donald Trump që fitoi, është strategu i Partisë Demokratike dhe kjo është një gjë, duket një gjë wow. Por a ka ndonjë gjë, se unë s'kam parë për vetëm një gjë të thojmë wow, çfarë bëri ky njeri? Objektivisht, mbaroi fushatën. Ai mund të sillte ato element pozitiv që mund të sillte dhe i ka sjell. Po çka ka sjell? Që do të thotë. E para krijoi një farë entuziazmi sepse lideri i koalicionit opozitar, se këto janë zgjedhjet më atipike në historinë e tranzicionit, sepse lideri i koalicionit opozitar, që në vitet kur filluam historinë të demokracisë, ishte lideri i formacionit pro-perëndimor, pro-amerikan, tani e kemi non grata. Kontrata me Lacevite me strategun e Trumpit deri diku krijon një mesazh optimizmi dhe kjo është gjëja e dur. Ç'mund të bëjë? Ky është problem non grata? Çfarë mund të bënte për ta lehtësuar sa më pak për të krijuar një imazh optimizmi, le të marrim Lacevitën. Në këtë drejtim ka dhënë një farë kontributi dhe të gjithë biem dakord. Në mesazhin e fushatës ka dhënë një kontribut tjetër. Në qoftë se, për shembull, që ishte gjë shumë konkrete, Rama gjeti fabulën e bufit. Po? Ky ato ditë holli bufin që hante 1000. U mundua ta ribalanconte, ta rrisë një gjetje shumë e mirë për fushatën zgjedhore dhe për gjithë investimin që kishte bërë Rama për bufin. Strukturimi i mesazhit. Mesazhi centralizuar dhe çdo ditë jepet do të ka bërë La Civita? Ai është strategu fushatës dhe nuk kanë qenë përpara. Mesazhi unifikuar që jepet çdo ditë në mëngjes. Hapja fushatës zgjedhore. Hapja fushatës zgjedhore. Zoti Berisha e ka dëgjuar pik për pik La Civita. Në mënyrë të padiskutueshme. I beson kësaj? Ai është paguar, po në mënyrë të padiskutueshme i besoj këtij e shoh produktin. Atëherë po e vazhdoi pyetje me një pyetje tjetër. Tjetra që holli në fushatën e hapjes Partisë Demokratike ishte një dekori, skenografia me shumë të rinj. Domosdoshmëria, sepse ajo që vjet rreth ajo që vjet rreth të dy partitë kryesore, shikon më shumë energji rinore kanë Agronshea dhe Shqipëria bëhet, pra mundësia, se sa kanë dy partitë e mëdha. Pra të rinjtë dhe kjo për mua kjo është një nga risitë e kësaj fushate. Po s'është elektorati do arratiset nga qëndrimi bipartizan, votimi vetëm për PD-n dhe për PS-n, dhe elektorati duke filluar nga Tiranën që është epiqendra e ndryshimit, do hapet drejt partive të reja. Për të pasur një përqasje shumë më plurale. Këto zgjedhje si kur më parë, do kemi votimin për partitë e dyta e treta, me një përmas dhe me një përqindje të paparë më parë. Dhe kjo është një risi shumë pozitive për demokratizimin dhe për tani ju mendimet i merrni vet. Unë po them çfarë konstatoj. Konstatimi është ky, që pjesëmarrja për partitë e dytë partitë e reja dhe partitë e vogla të vjetra do jetë shumë e madhe se më parë dhe kjo është shumë pozitive për pluralizmin e... Zoti Xhaferaj, do doja i mendimin tëndin për mënyrën se ju e thatë një farë mënyrë që fushata e PD-PS janë personalizuara te liderët e tyre, pra Partia Socialiste të zoti Rama dhe Partia Demokratike të zoti Berisha. Po si kanë funksionuar këta dy liderë dhe si ka qenë fushata e tyre në fillim e zotit Rama? Do të çfarë si se ju i keni ndjekur dhe jo keni ndjekur, i qenë aktor dhe faktor në të 10 zgjedhjet e tjera. Shiko, fushata ka 3 bloqe kryesore. Po? E para ka të bëjë me kandidatët. Zoti Rama në dallim me zotin Berisha e zgjidhi më mirë këtë punë. Pra nëse sepse Rama aplikoi parimin që quhet në anglisht one size fits all. Pra një masë që është aplikueshme për të gjithë. Po? Pra Berisha nëse tha do bëjmë primare, sepse problemi i liderit kur harton listat, sepse elementi i parë i fushatës janë listat, që kanë një impakt. Qëllimi kryesor i liderit është që të bëjë sa më shumë të pakënaqur. Sepse ti ke për të përzgjedhur 50 kandidat kur të konkurrojnë 500. Dhe vendimarrja jote duhet të jetë pakënaqësia të jetë minimale. Qofse ti vendos një kriter dhe pavarësisht se pret sharra e kriterit kush e ka kokën sipër, e pret sharra e kriterit, kjo ishte sharra për gjithë dhe tjetri dëshpërohet se nuk ishte vetë, po nuk ka dëshpërim shumë të madh sepse nuk ndjen që u bë padrejtësi. Kriteri ishte për gjithë njësoj. Pra, është dëshpërim shumë i madh kur ti thua do bëjmë primare, nuk respekton primaret. Kurse Rama tha, kush ka një kandidat, më shumë se një mandat, nuk është më në listë dhe këtë e zbatoi për gjithë.
Pra pavarësisht se mund të jetë e dhimbshme, tjetri e shikon që ishte njësoj për gjithë. Pra mekanizmi i hartimit të listave tek Rama ishte, si thua, bazuar më me mbi kritere gjithëpërfshirëse apo përjashtuese, po për gjithë njësoj, jo sipas selektimit të kryetarëve. Berisha? Kurse Berisha me primare, pa primare, gjitha me radhë, sepse nuk kishte hall, thash. Sepse Rama e ka gjithë hallin të marrë mandatin, pa drejtësisht sepse nuk e meriton ta marrë, për mënyrën si ka qeverisur, Berisha kishte hall të forconte pozitat e veta. Dhe kjo i bëri që të devijonte nga kriteret. Marrim te mesazhet. Rama ka një mesazh unifikuar qendror. Pasaportën e BE-s dhe metaforën e bufit. Partia Demokratike nën konsulencën e Laçevicës ka mesazhe të ndara shumë konkrete. Pra po të shikosh Laçevita dhe në fjalimin e hapës 1 minutë foli. Po 90 minutë i dha të gjitha, pse nuk duhet votuar Edi Rama dhe pse duhet mbështetur me mesazhe të shkurtra, një fjali një mesazh. Edhe PD-ja këtë po bën. Pra mesazh 200, pavarësisht se jam apo s'jam dakord unë. Po flasim për logjikën e mesazhit. Minimumi etik 200 euro, paga 500 euro minimale, 1200 euro paga mesatare, karta për këta që janë në pamundësi, energjia elektrike dhe ulet. Pra mesazhe të shkurtra të drejtë për drejta. Dhe kjo është krejtësisht produkt i Laçevitës. Pra, në planin e kandidatëve pam këto që ne sapo i përmendëm, në planin e mesazheve Rama është më i centralizuar pasaporta BE-s dhe aty fokusohet dhe pastaj mundohet godasi opozitën me metaforën e bufit apo me gjëra të tjera të metafore për interesin e tij. Pra simbolika e bufit që nënkupton errësirën, që nënkupton izolimin e gjitha me radhë, sikurse ishte gjetje shumë e bukur e Laçevitës që sa kishte folur Rama për bufin e gjeti duke jo, ja jeni dakord me ata që thonë që Rama çuditërisht po bën një fushat alla Trump dhe Berisha po bën një fushat alla Biden? Shiko, se duke i kapur edhe ca lapsuse. Lapsuse bëjmë gjithë po. Unë mendoj që nuk është lapsus është pjesa më e parëndësishme e fushatës, duke qenë se përmend këto krahasime të Biden me Trump. Shiko, nga pikpamja e leadershipit, ngjashmërinë më të mëdha i ka Berisha me Trumpin. Të dy janë lider shumë populist. Të dy kërkojnë, Trump ju rikthye, Berisha kërkon rikthim për herë të dytë. Të dy kanë sulmuar sistemet e drejtësisë të vendeve përkatëse. Të dy kanë pasur procese penale nga drejtësitë respektive dhe dallimi është që ai drejton një vend që ka shpallur Berishën non grata. Ky është dallimi. Kurse në stil fushate thash edhe një herë që Laçevita e ka orientuar shumë drejtë mesazhe të shkurtra, të drejtë për drejta, centralizim ku çdo ditë të gjithë japin një mesazh që projektohet nga zyra e shtypit. Por nuk është këtu problemi. Problemi fillon e mbaron tek fakti që vendimarrja, dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, dhe kjo më jep 1 milion herë të drejtë në ato që kam thënë, që Berisha duhet bëjë një hap mbrapa, si e vetmja mundësi për të fituar zgjedhjet, sepse në këto 3 vite pam një vendimarrje që unë i përmenda dhe vazhdoj ti përmend. Jo një koalicion i plot opozitar për të bashkuar faktorët real që janë Shqipëria, bëhet mundësia dhe të tjerët. Jo një rotacion brenda Partisë Demokratike për të sjellë gjeneratën e mesme që thamë brain gain dhe të gjithë të rinj që janë në të gjitha qytetet e vendit. Kur ti bllokon rotacionin brenda partisë, çfarë rotacioni do sjellësh në Po mirë, zotë Xhaferaj, mbaruan një kontratë lobimi që nuk është në shërbim të Partisë Demokratike, po është për 2 vjet. Jo, okay, se e thatë këtë një herë. Zotë Xhaferaj, mbaroi kjo, humi Partia Demokratike në 11 maj, fitoi Partia Socialiste, mandati 4, çfarë do të 12? Këtu ka një gjë të mirë. Sepse kjo ndjesi, ky instinkt, ky reflektim që kanë demokratët nga Veriu në jug për mos të marrë pjesë në votime, është një mesazh shumë i qartë. Që qofse Berisha u rikthye dhe thot unë dua t'ju përdor për agjendën time, ata me këtë qëndrim do t'i japin mesazhin që boll, koha jote politike ka mbaruar, të gjithë si demokratë, si familje, të gjithë si shiko, do mbetet si generali një ushtrie
që nuk ekziston. Do të thënë Berisha generali i vdekur. Një ushtrie që nuk ekziston, sepse do braktiset nga masat masive të demokratëve. Mesazh do jetë 11 maj, duke mos shkuar për të thënë që pra, duke mos shkuar me 11 maj, ajo që unë kam vënë re, ajo që kam konstatuar, që nuk e kam dëshirë, por që është në mënyrë instiktive, ata do më përpiqen të investojnë për të shpëtuar 2025-ën. Për të shpëtuar 2025-ën. Sipas statutit zot Berisha duhet largohet? Që Partia Demokratike të riformatohet, të ndjen leadership të ri dhe nga më të kollajshmit për të çmontuar. Po? Qofse e djatha do ketë një leadership të ri, është zoti Rama. Për hipotekën e problematikave që ka krijuar me qeverisjet e tij. Jo, pa shkuar atje, sipas statutit zoti Berisha. Jo, zoti Berisha duhet largohet në sumbe zgjedhjet? Shiko, unë do të thoja që i qëndroj mendimeve të mia konstante. E përsërita dhe vazhdoj të ripërsëris. Pjesë e paketës time ka qenë që kemi bashkëpunuar me të shpresojmë të hiqet non grata. Spakun e mbështesim, po në raport me zotin Berisha ka një bazament të lëkundshëm ligjor dhe këtë e kemi thënë dhe e themi dhe tashti mbas zgjedhjeve. Në qoftë se ti jemi realist, në qoftë se zoti Berisha arrin dhe merr një rezultat domethënës, që tregon që mundet me 3-4 mandate. Por rezultati është më i mirë se ai i Lulzim Bashës në 2021. Atëherë krijon një farë optimizmi që të gjithë kërkojmë falje dhe jemi plotësisht dakord ta mbështesim sepse mundsohet. Po nëse rezultati del edhe më i keq se Lulzim Bashës. Pse ne para 3 vitesh Pse ne para 3 vitesh e mbështetëm? Sepse mundi doli më i fuqishëm se Basha, para 2023-shin, 2022-shin që ishin këto zgjedhjet lokale. Që i fitoi Berisha, doli më i fortë se Basha. Dhe duke qenë se doli më i fortë se Basha, ky faktor nuk mund të injorohet. Ramën kemi përballë, hajde të investojmë për të bërë gjithë bashkë.